e merr shpërblimin sikurse të atij që agjeroi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kush i jep iftar agjëruesit, do ta marrë shpërblimin sikurse të atij që agjeroi. Pa ju paksuar asgjë agjëruesit nga shpërblimi i agjërimit të tij. Sipas tekstit të hadithit, kuptohet që agjëruesit, nëse ja jep edhe vetëm një hurm, do të marrë sikurse shpërblimi i tij, për shkak se nuk është kusht ngopja e tij. Disa të tjerë thanë: ti ofrosh agjëruesit iftar, nënkupton ngopjen e tij e nëse nuk ke diçka tjetër përveç një hurm apo një glënke qumshti apo ujë, e merr shpërblimin sipas njetit dhe sasisë që ke dhënë. Në hadith përfshihet agjëruesi që është pasanik dhe i varfër, dhe agjërimi i farz dhe ai vullnetar. Ai që duhet të shpaguaj për betimin e thyer dhe t'i ushqej 10 të ngratë, lejohet t'i ushqej për iftar 10 të ngratë dhe ta shpaguaj borxhin nëse e bën niyet për shpagim.